Përshëndetje dhe mirëmbrëma për gjithë juve të dashur miq të Radio Televizionit Iliria nga studio e emisionit Qasjet tridimensionale. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni pranë ekraneve, e keni nda kohën me qenë bashkë me neve, ndërkohë unë bashkë me dy shoqet, panelistët e profesionistët e mia të dashura, do të trajtojmë një temë e cila kemi konsideruar që është shumë e rëndësishme, edhe po shpresoj që është interes të gjithë juve që jeni pranë ekraneve edhe po doni me qenë bashkë me neve. Si zakonisht me mua në studio është Valentina Leku Gashi. Vale, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Gjithashtu edhe juristja jone dashur Belkize Berisha Beki, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjejta. E të dashur shikues, bashkërisht që të trija do të flasim për problemet, dhunën, të lashet, edhe gjithë shka tjetër që ndodhë brenda objekteve më të rëndësishme të shtetit tonë të dashur, brenda shkollave. A ka humbë shkolla efektin edukativ edhe ka vetëm atë arsimor? Pse gjithë këto probleme, pse gjithë kjo dhunë, pse gjithë këto të lashe në për shkolla? Për të diskutuar këto, do të flasim me këto dyja, edhe do të shohim edhe në aspektin pedagogjik qysh trajtohen këto probleme, pse po ndodhin këto probleme, pse janë kaq të shprehuna këto probleme. Gjithashtu do të shohim edhe aspektin ligjor, se ku jemi me ligjin, apo respektohet ligji, apo raportohen gjithë këto probleme që janë për shkolla, e tjera, do më thonë është temë që realisht në përket gjithve. Vale, fillimisht ty të karo me punu si pedagoge në për shkolla, po t'japim përparësi për këtë çështje. A mendon që me të vërtet ka shumë probleme në për shkolla, qashtu qysh po shihet, edhe po përcjellet shpesh herë edhe në media, edhe po na bje me dëgju, apo që tash mundësia e dëgjimit ose të shpalosjes së problemeve është më e madhe? A kena me të vërtet si që është një fëmijë ose nxënësa të qumë peshë që tash? Ganën se gjithmonë ka me të përgëzu për temat që zgjedh, gjithmonë je të diskutu me tema aktuale, me tema që na po përballëm çdo ditë në shkolla e në shoqërinë tonë. Ndoshta është e vërtet që rastet kanë ndodhur dhe ndodhin, e sot mundësia është më e madhe më u dëgju me një herë ndoshta brenda minutave kur të ndodhë diçka, po gjithashtu është shumë e vërtet që rastet janë gjithëherë të urrit. Si bullizmi, si problemet, si tentimvrasjet, si therrjet, si përleshjet, aq shumë janë të urrit problemet në për shkolla, sa që u bë e frikshme edhe shumë shqetësuese për neve prindërve, që det na kthehet fëmia në shtëpi apo kthehet ç'nash e mirë. Këto ka shumë faktorë që vijnë deri këto, fillimisht është normalizimi i dhunës, po gjithmonë një fëmijë nëse ka po dhunë në shtëpi, edhe ka një fjalë të këqija në shtëpi, gjithmonë fillimisht prej tina pritet që dhunën që e përjeton, e sheh ose është rritu e po ngjarje të ndryshme, ato e normalizon, edhe fillon thjesht ku ka pakënaqësi, ku ka të lashe, në mungesë të komunikimit, në mungesë ballafaqimit të problemin me shfaqë dhunën. Tani është ndoshta keq me thonë, po tolerimi i prindërve. Prindrit shumë liberal, duke i dhënë të drejta të tepërta fëmijëve, duke mos e ditë ku po bojnë gabim me një drejtë që ja dhajnë, edhe duke mos pas kufi të shëndetshëm për fëmijët e tyre, fëmia thjesht të mënu që ka drejta gjithkohë, edhe kur e godet dikon, edhe kur e lëndon dikon, që ai muni bosi ose muni enë që shpo përdorin të ashtrit në klasë ose në shkollë, thjesht kur do që gjanë mundësin me shprejat të keqen që ka mrena vetës, ai nuk e ka problema është në shkollë, është të godit fëmijën e dikuj tjetër, thjesht ai ka me gjetë mënyrën për me shprej atë që ndjen. Deri në 15 vjeta qysh nuk, do më thënë që është e rregulluar kjo çështje me ligj, se tash fëmijët të parahatum e dëmtojnë një tjetrin, edhe në anën tjetër prapë se prapë nuk ndëshkohen. E një fëmijë që nuk ndëshkohet, veç mas nëse i jepet primati prej prindve, që thot Valentina, veç ma shumë i përgdhelum edhe i lavdrojmë, se sa që i denojmë, atëherë ku jena si shoqëni? Po, në Kosovë çështja e delikuencës ose veprave të cilat janë të kundërshme me ligj e që kryen nga të miturit, është rregulluar me legjislacion të posaçëm. Pra kemi ligje të posaçme,
që e trajtojnë kryen e veprave të kundërlishme nga ana e të miturve. Kodi i drejtësisë për të mitur e rregullon në mënyrë shumë të qartë që të miturit nën moshën 14 vjeçare nuk i nënshtrohen përgjegjësisë penale, pra nuk kanë përgjegjësi penale. Mirë po, megjithatë, nëse këta persona, pra të mitur nën moshën 14 vjeçare, kanë kry vepra të kundërlishme, që parashihen me ligje aktuale në fuqi si vepra të ndaluara dhe penale, megjithatë ndaj tyre aplikohen apo shqiptohen masa mbrojtëse nga ana e qendrës për punë sociale. Patëm tash një rast që ajo një vajzë që u plagu me thik prej një nxënësit. Në këtë rast, a duhet me u dënu vetëm nxënësi që ka ushtru qatë dhunë, që ka lëndu qatë vajzë, apo duhet me pas përgjegjësi edhe vetë institucioni? Se në herë do këtë që shkollat e drejtojnë gishtin ka nxënësat, po nuk e kthejnë gishtin ka vetja me pa sa janë profesionist, çka pi ofrohet. A ka gjasa që një fëmijë me qenë shumë problematik në një shkollë dhe mos më majt kur as një seancë të psikologu? Po sigurisht. Sa i përket delikuencës së të miturve nën moshën 14 vjeçare, në radhë të parë përpara shkollës, përgjegjësi kanë prindrit. Domethënë ligji e thotë shumë qartë që prindrit janë përgjegjës për veprimet e kundërlishme të fëmijëve të tyre në aspektin financiar. Prindrit domethënë kanë përgjegjësi për kompenzim të dëmit në aspektin financiar ndaj palës së dëmtuare. Po ashtu në procedurë penale mund të thirren, mund të pyeten nga prokurori e po ashtu mund të merren në pyetje edhe nga qendra për punë sociale. Pastaj, pas prindërve, sigurisht që me ligj shkollat mbajnë përgjegjësi për ofrimin e ambienteve të sigurta apo sigurimin e një mjedisi të sigurt për fëmijët dhe të miturit që e vijojnë shkollimin në një shkollë përkatëse apo të caktuar. Edhe përkundër gjitha këtyre problemeve, mund të paktën nuk më ka rënë me dëgju kur asnjëherë që është ose tepër janë raste të ralla kur shkarkohet një drejtor ose një zavendës drejtor ose kur largohet një psikolog e për shkollës. Se vërtetohet se ka neglizhencë nga ana e autoriteteve, domethënë brenda shkollës, mundën me u dërgu në përgjegjësi disiplinore autoritetet edhe personeli tjetër i shkollës. Domethënë kjo është e paraparë me ligj. Në anën tjetër, përveç ambientit të sigurt, konsideroj që shkollat kanë detyrim ligjor me njoftu, me raportu, me njëherë dhunën e shkaktuar. Dhe me thonë drejtën... Avokatën ndëru me kësha dashur që më ndërlidh pak. Unë si pedagogë në shkollë, na kena pas raste. Unë kom punu në disa shkolla, jo vetëm në shkollë, kena pas raste të ndryshme. Na nuk kemi dëgju që është marrë ndaj masë ndaj institucioneve diçka, mirë po është e rëndësishme kur ndodh një rast çfarë mesazhi mbet te fëmia, të nxënësat. Para se me kalu valet te mesazhi, se të ndërprejta. E përmende që nuk janë marrë masa ligjore. A është në rregull që kjo dha? Do me thonë që shkollat i mshefin problemet e veta? Jo, gani tjetër sen. Sigurisht që merren masa ndoshta, po derisa nxënësat e tjerë që kanë dëgju për dhunën, kanë dëgju për therrjen, ata nuk kanë dëgju çfarë masash janë në vazhdim. Thjesht fëmiju është suspenduar një javë prej shkollës, edhe kur ka mas një javë ka tregu që është knasë të shtëpia, ka poshu një javë, edhe nxënësat e kanë pa që çka do që bën, kur gjas po bëj ka, kur gjas po ball ka. Vazhdon në përmend që ty s'ka ligje, ty nuk dënohesh. Edhe domthon nxënësave i ofrohet një farë komoditeti që kush ta prish, bën çka dush, ty nuk ka kusht prek. Në aspektin ligjor është rregulluar që të miturit nën moshën 14 vjeçare, pavarësisht që nuk i nënshtrohen përgjegjësisë penale, pavarësisht që nuk shpallen fajtor apo nuk dënohen, megjithatë ka masa të caktuara mbrojtëse që aplikohen ndaj tyre nga qendra për punë sociale. Domethënë ju nënshtrohen programeve të caktuara të këshillimit dhe të trajtimit. Është rregull, domethënë në bazë të legjislacioneve të caktuara në fuqi. Sa aplikohet nga ana e organeve kompetente është çështje tjetër. Mirë po e rregulluar me ligj është domethënë kjo pjesë ku personi në moshën 14 vjeçare patjetër edhe pse është i liruar nga përgjegjësia penale për veprimet e kundërlishme të tij i nënshtrohet trajtimeve përkatëse nga qendra pune sociale. Diçka që me të vërtet të bën me menu që sikur të ishin trajtuar gjithë ata fëmijë që bëjnë probleme prej qendrës për punë sociale, sigurisht që nuk kishin me qenë dëshmitar i gjithë këtyre problemeve me të cilat po përballemi. Është edhe një prej arsyeve, nëse mundem me u ndëlidh me Ganën, një prej arsyeve që
ndoshta edhe nuk trajtohen në mënyrë efikase nga qendra e punës sociale dhe shërbimit sprovues atje në kuadër të qendra për punë sociale, është edhe fakti që konsideroj personalisht që qendrat për punë sociale në Kosovë kanë staf të pamjaftueshëm. Kështu që kjo është një edhe staf jo adekuat. Staf të pamjaftueshëm konsideroj që ka të punësimit të njerëzve hiç kompetent. Edhe shkollat që nuk kanë psikolog në shkollë. Unë shumicën e rasteve që i kam trajtuar si pedagogë në shkollë, kanë qenë kryesisht raste që kanë biseduar për rrjetet sociale, kanë fol, kanë dhënë konflikte të ndryshme, kanë pas fjalë edhe konfliktet e tyre i kanë zgjedhur momentin që janë taku. E takimi me tyre ka qenë në shkollë. Nuk është gjithmonë fillon problemi në shkollë, ata problemi fillojnë te shtëpia, e mandej i zgjedhin në shkollë. Problemi është prindrit, që nuk i marrin mi kontrollu fëmijët e tyre. E ki obligim sikur prind me marr me kontrollu me kanë po bisedon. Çka është të bëj fëmia jot? E ke dhënë telefonin se i duhet, në rregull, po dije çka është të bëj fëmia jot. Nëse ban me përmend një shembull, ne kemi pas një rast në shkollë ku një fëmijë gjatë orës së një mësimdhënëses biologjisë, që nuk dua ta përmend me emën, quhet edhe flet fjalë shumë banale, edhe mësuesja në këtë rast që është shumë e vështirë me qëndru para klasës ty përmend ata emra, e ka udhëzuar me dalë për orës mësimit. Na nuk kemi drejt me largu nxënësit për orës. Ajo s'ka pas që e ba tjetër, me i thonë diçka nuk mundesh. Me godit leqës lejohet, pas nuk e udhëzoj kërkan, as nuk e tham kërkujt, as nuk e bën kërkosh. E ka largu prej orës. Edhe çka do që ka ndodh, atë moment nuk ka qenë drejtori në shkollë. Besom ka ardhur një familjar i tina, me aq nervoz, me aq arrogancë, nuk di as çfarë po bën, hyp ke shkallë zbret ke ku është ai. Ai kishte ardhur me rreth drejtorin. Nuk kishte ardhur me fol, as me gjithë problemin. Edhe besom, me sa kum pas zonjë kum bërtit. E thash nalo. A e din tash që ka bo fëmija jot. A i kish arë me rreth drejtorin, s'ka arë me bisedu. Me gjestet e tina, me gjendjen e tina të stërë nervozune, kish arë me rreth. Thash, a e din që ka boj të rëgova i ka full, fjallë banale që ka full. Thash, nëse na i thojmë diçka, është e pa mundër t'i mrejt për nxënësa në klasma. Me qit jashtë, s'po moj shumë për juve, që ka me bona si mësimdhënësa. Edhe sinqerisht, kështu i thash, a unë di i turpnum bilet pak të? Tani, thash, hajdeni. Qka jem na mësimdhënësa, tash a kimi orë kaq poshtë, tash na po e lirojna shkollën, edhe po ju këshyrim juve çka po bëni. Hajde provane marrën një orë mësimit me këta nxënësa. Nëse kemi orë kaq poshtë, s'ka gojle. Provane jo, e atëherë kena mujt me gjiku njëri tjetrin. Sigurisht i fillojmë u qetësu edhe me fillu me pyetje çush më ja bane kështu. Na kena prind që i thonë ti kush je ti me prek djalin tëm, me prek vajzën tëm. Edhe sigurisht që ky fëmijë nesër, ko më bë bas në shkollë, s'ka kush e prek ata. Edhe tash e keq është që secili është më bës se tjetri. Absolut. E në anën tjetër e diçka që mu personalisht më shqetëson shumë. Tash të rrallin ata prind, po prindi ka kaplu frika që nëse rrit një fëmijë të sjellshëm, të edukum, të urtë në këtë shoqëri, ai ka me qenë viktimë e nxënësve tjerë, deri te rastet ekstreme kur e kapin përfytje edhe rrëzojnë një fëmijë janë gjendje edhe me myt. Kushtimisht po them, se për mendimin tim, nëse një fëmijë kapet prej fëmijëve tjerë përfyti, edhe ka dëshmi në përgjykata, që është lëndu, atëherë qysh ti me pas guxim edhe fëmijës tonë mi thonë ti rre orët edhe nëse vërtet dikush. Domethënë po duhet mi trajnu Spider-Man api fillimit. Të një shkollës në qytetin e kryeqytetin e Kosovës Prishtinë. Nana i bëj ke lutje mos merr tik në shkollë. Se këtë të marë, i bajke lutje, mos merë. Tha nëse, okej, tha s'po marë, sinqerisht shtu ka qenë, s'po marë, tha veç nëse mu, tha më duhet diçka, kush ta jep llogari për mu. Nuan, ai nuk i kishte marë tiken me veti për me dëmtu dikën, po për vetë mbrojtje. Prandaj, a jena si shoqni që nuk i raportojnë rastet. Për shembull, nëse nona në këtë rast është dashur me e thirr në telefon drejtorin e shkollës, eventualisht policinë, domethënë djali jam po don me marr thikse, po ka frikë prej nxënësave. Në rastin konkret që e përmendet Gane që ju referut tash sfundi, është një prej rasteve që domethënë ka në zyret e na, e ka tregu rastin komplet dhe kjo ka ndodhur diku përpara 2 viteve dhe në pyetjen time drejtuar prindit se pse nuk e ke njoftuar organet kompetente policinë, thjesht përgjigjja ka qenë se nuk e kam ditë
që du të me shku me njoftu policin për arsye se jem kanë shumë e shqetësume, për atë që a i ka ndodhë fëmis tem edhe krejt për i kujt kam kërku përgjithësi ka qenë drejtori dhe kujtësarja e klasës. E cilët nuk e kanë raportu rastin. E që shpesh drejtori të shkollave kanë tendencë me mbulu rastet që mos mi dalë zani keq i shkollës. Po, është e vërtet. Ka raste kur në kom luftu A ndëshkohën rastet tilla drejtora, ata ishtë dasht me ndëshku? Po, pa tjetër, në aspektin ligjor, nëse vërtetuhet që ka patur neglizhencë, thashë edhe ma herët, nga ana autoriteteve kompetente të shkollës, sigurisht që duhet me ndërmarrë masa disiplinore ndaj tyre. Se fatkeqësisht shoqërinë tonë, kushdo që është i fortë ka me mbjetu. Sigurisht. Sa dush me qenë problem nëse ki krahun e fortë, sipas shumë nanave, ti problemet e tua në shkollë që jenë nxënës kanë më të minimizu. Je fëmijë i bosit, veç kanë më të shku kratë përpara dhe kush del ti lëndaje pa problem, po kime vazhdu shkollimin. Unë prandaj e këmë thonë vazhdimisht që na të dhonë të drejta të tepërta, për shembull në klasë, ai ka drejt me bë zhurmë, ka drejt çka don sepse është i obliguar prej një ditë me kryemësimin edhe ti çka do që po ban nxënës s'ki drejt me pengu. Mirë, po nxënësi që po don me mësu, a më dikush për drejtën e tina. Ai ka nevojë për qetësi, ka nevojë për me ngu çka po thot mësuesi. Na pi dhëm drejtën këtina fol, vërtet ban çka dush se dosh me kry patjetër ne denon, s'ki drejt me qit pi klasës, s'ki drejt me i bë kur gjë absolut, ai definitivisht ai e merr atë cilësinë e bosit, s'ka kush e pengon. Mirë, këtë rregull. Po ky nxënësi që do të më mësu. Ti e thy drejtat e tina se s'pëlen aty s'pjep hapësirë për me dëgju mësuesin. Edhe tjetra gane, na kena në përgjithësi të gjithë udhëhecësit e shkollave kanë dëshirë që shkollat e tyre më përmend për të mirë. Nuk ka diskutim se cili për tyre punon sa të mundet, që shkolla me kanë mirë. Mirë po, kur enet policia shumë ato friksohet që mos përdoret për të keq emrin shkollës, jo përkundrazi. Unë si non, edhe krejt prindrit tjerë kishin pas dëshirën është pa policinë të shkolla dhe sepse ishim një të sigurt ashtu. Është e rëndësishme që unë vetë kom pas rastin që ju kom drejtu një ex-drejtorit, kom thonë nuk është turp me u duk policia afër shkollës. Përkundrazi mendoj që prindërit kanë më një sigurt kur ka policë afër shkollës sepse ata janë pikërisht për sigurinë e së bashkë. Ajo është një ndër masat parandaluese për kryerjen e veprave delikvente nga ana e miturve. Përveç policisë, një prej masave tjera parandaluese që ishtë dasht me qenë prezente në për shkolla, është informimi ose lajmërimi me njëhershëm i dhunës nga ana që e përmenëm e autoriteteve kompetente brenda shkollës. Në anën tjetër kena munges të sistemit informues të brendshëm në shkollë. Do me thonë nuk kena një sistem të brendshëm brenda shkollës pra që i lajmëron ose i raporton sjelljet e rrezikshme, sjelljet e kundërligjshme brenda mujit përkatës. Do me thonë nuk ekziston kjo në asnjë shkollë, që dikush mban evidencë dhe raporton brenda sistemit të brendshëm shkollor për sjelljet e rrezikshme, të pahishme, të kundërligjshme të fëmijëve të mitur. Gjitha këto janë masa parandaluese që sigurisht nëse kishin me u apliku dhe me u ekzekutu brenda shkollave, edhe parandalimi i të miturve nga kryerja e veprave të kundërligjshme kishte qenë shumë më efikas. Në anën tjetër, edhe pse nuk është fushë e imja nga rastet praktike, konsideroj se shkak deri te kjo apo një ndër faktorët është mungesa e psikologëve dhe sociologëve të përhershëm në shkolla patjetër, mirë po është mungesa e komunikimit prind-shkollë. Mungesa e komunikimit prind-shkollë. Funksionimi i trekanshit didaktik. Definitivisht. Në anën tjetër dhe mungesa e komunikimit prind-fëmijë. Në anën tjetër ishtë dasht me u rrit përgjegjësia e prindërve sa i përket një sistemi efikas të edukimit të fëmijëve të tyre. Na për drejtojnë magjishtin shumicën e kohës ndaj prindve, natyrisht që përgjegjësinë kryesore kanë prindrit, veç definitivisht kena edhe shumë mësimdhënësa të harxhum prej praktikave. Aja nuk ka diskutim, arsimit konsumon. Nuk është punë e lehtë të konsumon, po nuk kemi çare pa hedh gishtin ka prindi. Tash, në kohën moderne që po jetojmë, nuk punon vetëm baba, punon edhe nana. Nëse punon gjatë ton ditës, prindrit shpesh sot mendojnë që kanë kryer prindrimin të ja plotsu krejt kushtet e mundshme fëmijëve. Fëmia i ka të gjitha kushtet materiale, nuk i mungon kur gjë. Edhe sot edhe me dashur me gëzu fëmin për një gjest të mirë që ka bë, për një notë mirë që ka bë, për një sjellje shembullore që ka bë, nuk i me çka e gëzon. Sepse ka të gjitha, nuk i vjen çudi, as kënaqësi, as gëzim, çka do që i dhuron. Të ja ofru të gjitha prindrit. Dhe nëse mund ta përmend këto. Kur nanat punojnë për zonë tetor, në punë,
kur të vinë i pret pa fund punë dhe obligime tjera. I kanë gjithçka kanë me orar, gjithçka kanë me minutazh, koha gjumit, koha darkës, koha detyrave, asnjë nanë, asnjë prind nuk duhet me e mbyll ditën pa bisedu të paktën 1 orë me fëmin e vet. Sa problemet nuk ndodh problemi aty për aty. Ndodh një zinxhir derisa të bëhet problemi madhor. Po, është vërtet, po në anën tjetër përderisa fëmia gjendet në kohën e caktuar që duhet me ndodhë në shkollë, përgjegjësia kalon te autoritetet e shkollës. Unë prandaj thashë problemet po konsideroj që bisedon rrjete sociale po vinë po zgjedhen në shkollë. Vale, jena dy ekstreme të ndryshme. Unë mendoj. E kemi një ekstrem të prindve që veç të mira materiale ju japin fëmijëve dhe nuk kanë kohë për aspektin shpirtëror, për me nda kohë që ato që po e thote. Në anën tjetër e kemi ekstremin tjetër të mësimdhënësve presionin që ju bojnë fëmijëve. Jo direkt mësimdhënësit, se mësimdhënësve ju bojnë presion kurrikula e mbi ngarkume, tekstet të cilat janë të ndërtuara që ti çuditesh, ai di që kanë nëmrimi boqa që të vështira, që indirekt ju krijon fëmijëve shumë presion. Edhe është problem edhe mësimdhënësi me bë orën qaq kreative që fëmijëve ju shkon nerva edhe vetë procesi mësimor. Domethënë është një zinxhir i problemeve që unë konsideroj që prej Ministrisë Arsimit e vjen deri te poshtë e i godet edhe fëmijët e klasëve të para që e mësojnë të panjohurën klasë të parë o zoja pedagoge. Klasë të parë ta mëson fund të panjohurën X-in, një fëmijë që halasi ka qelë syt me ditë çka është jeta. Ai normal që frustrohet, nervozohet, i hanthojt, i kërsit gishtat se nuk mundet me mri. Kur shkon te shtëpia ka një nonë që duhet m'ia pa një 5 vizatume se sune pranon treshin. Ajo i bën presion anej, shkolla kurrikula kënej, grupi moshatarëve, edhe përpasoj aty veç vlen më, aty bëhet njëjtë, sikur uji, ena edhe temperatura e lartë, vlen. Gane na kena mësues të jashtëzakonshëm. Kena mësuesa shumë të mirë, kena mësimdhënësa tepër të mirë. Ata janë herojt e këtij vendi dhe këtij komi sepse edukimi është themel i shtetit edhe ata po e mbajnë këto. Po në anën tjetër kena mësimdhënësa që urojt mos keq kuptohen, po sinqerisht kena mësimdhënësa që detyrohen me punu për rrjetet sociale. Detyrohen me mbajt aktivitete që me dalë mirë dikon e që aty nuk ka cilësi. Mandej, duke filluar prej Ministrisë Arsimit, i kemi stër ngarku librat. Kena qatë shumë kërkesa për mësuesave që sinqerisht i kemi lodhë edhe besomni. Atë shumë, e kom përmend shumë herë këto. Atë shumë sa kemi pas mundësi me nejt me shoqëri, me rreth gjanë, aq sa kum dëgju njerëz që dëshirojnë me hyj me punu në arsim, aq kum dëgju mësimdhënësa që janë arsim e këshyrin qysh me gjetë një alternativë në largu për arsimit. Megjithatë, sa i përket shkollës së gjithë atë vullnet kur para 2 ditë një mësimdhënëse, më fal Beki, tha unë kam rrogën 630 euro diku një bike, tha mirë mbajt ja 500 euro. Ku me marë që atë motiv mi duru 40 nxënësa në klasë. Në orë të mësimit. Kur e lëshon shyret e Belulin atje muzikën, një kufje në vesh, e pastron shkollën, edhe shkrihesh pa pikë përgjithësie, s'ki nevoj as me majtë administrat, as ku që është dhe më thonë, unë e mendoj që na kena fëmijë tepër të mirë, në çfarë rrethana i natyrit, kur gjësë jënë ka bojnë dhunë shka ish dasht. Dhe më thonë, që kanë faktorët e riskut për rreth, sa ata janë definitivisht tepër të mirë në rrethanat në cilat janë duke u rritë. Jenë aty kompresu fëmijët nga të gjitha anët. Fëminia po ju nalet rrita. Në klasë parë e panjohura. Në klasë 6 numri i leukociteve të smundja leukemisë, për shembull, në tekst biologjisë. 4 njësi mësimore brenda një njësie të vetme në klasë 7. Imuniteti, grupet e gjakut, vaksinat, edhe nuk e di çka ke diçka tjetër, do më thonë, si kur në titoj, ama ato realisht janë tema në veti. Për me mrimi mësu një fëmijë 11 vjeçar, ai duhet me përjetu strese, super strese. Unë nuk e di ka në mrimi, konë që ka që eksperta. Është model, edhe do të më mbetë model, shkollat në Japoni që deri në klasën e 4 nuk marrin nota, nuk vlerësohen, se ti e demotivon një fëmijë kur i qet një notë. Apo mendon që çto ngarkesa po ndikojnë dhunë? Në klasën e 4 mësojmë për edukimin, mësojmë për jetën, mësojmë për kulturën, gjëra që për një me i vjen fëmijëve në çat moshë. E mandej fillojmë me notu. Na i notojnë atë pe klasëve të para, që ne nuk po thamë ndryshu sistemin, po ngarkesën duhet pak me
Edhe mund ndryshu sistemi, pse mos mund ndryshu sistemi? Është super ngarkesë. Një fëmijë i klasës parë pas 15 libra është e tmerrshme. Mandej ku janë aktivitetet që pafund ka aktivitete. Unë shpesh e them mësuesave, nuk jam kundër me ndal punën e juaj, sepse dhone mund gabojmë, jemi njerëz, nuk ka diskutim. Atë shumë kanë punë, librat, nuk di ç'është po keni kohë me dalë të aktivitetet. Megjithëse mësuesi është të qetë si suksesit, ai duhet me bë vështirën të lehtë, e ndoshta përmes aktiviteteve më thjeshtësu, po është super ngarkesë për nxënësat. Ose ka mundësi me u lidhë gani me pyetjen që thatë kjo mbi ngarkesa po ndikon në shkaktimin e dhunës, deri tash në praktik mbi ngarkesa në mësime, asnjëherë nuk ka qenë faktori shfaqjes së dhunës në shkolla. Sa i përket praktikës, është fjala sa i përket rasteve që na i kemi në vende të caktuara në praktik. Dhuna indirekt, unë mendoj që indirekt një njeri që i nxjihet fryma prej ngarkesave, definitivisht dikun ka me shpërthy. Dikun ka me qenë impulsiv. Zakonisht nëse kishin qenë më atleta, atëherë edhe ora e mësimore kishin më kreative, ai e kish marrë një vlerësim pak më të mirë, e kish pas një arritje, një performancë pak më të mirë, prindrit kishin qenë më të kënaqur me ta. Ekzistojnë disa faktorë tjerë që ndikojnë në shfaqjen e dhunës, e që ne zakonisht i përmendim edhe në emisione tjera televizive, kur të naftojnë, për arsye se është shumë e rëndësishme, edhe këtë po e them gjithmonë nga praktika e rasteve të ndryshme, e po ashtu edhe nga provat relevante konkrete të cilat edhe gjykata i merr parasysh në momentin kur e merr një vendim meritor për një person të mitur. E që janë prove shumë e rëndësishme, është amneza sociale e shërbimit sprovues të qendrave caktuara për punë sociale në Kosovë, të cilat kanë me analizu edhe me vlerësu kushtet ekonomike në të cilat është rrit fëmia dhe në të cilat jeton fëmia. Pastaj ambientin shoqëror, ambientin familjar, spari, e pastaj ambientin shoqëror në cilin rritet fëmia. Do me thonë, këto janë një pastaj rrethin shoqëror me kënd shoqërohet. Vendet, cilat vendi i frekuenton, gjitha këto edhe disa prej detyrimet veçanta që i parashek kodi i drejtësisë për të mitur, momentin që i shqipton një nga masat edukative si masat më të lehta që u shqiptohen të miturve, dhe 14 deri në moshën 16 vjeçare, bashkë me këto masa shqipton edhe detyrimet veçanta, është detyrimi mos me i frekuentu vendet e caktuara. Këto nuk mundet me i hedh poshtë asnjë qenie njerëzore, që ta faktor që i përmende. Po njëri prej faktorëve që janë ndihmon është edhe ngarkesa me informacione të panevojshme krahas moshës së fëmijëve. Ajo të harxhon, ajo të kompenzon. Unë konsideroj që aspektit material, aspektit ekonomik. Më bëj dhënshëm ngarkesa, nuk e tham këto. Po kur definitivisht janë ndihmon. Ngarkushmëri të madhe, nuk kanë interes të dorëzohen prej mësimit, ata merren me diçka tjetër. Këto për me ndiku janë shumë rrjetet sociale. Në sot e pash jo më larg, sot e pash një video, një fëmijë 8-9 vjeç, që duke luajtur atë shumë PUBG, duke bë vrasje, tha mua m'pëlqen me vrasë. Mua m'duket mirë me vrasë. Mirë, po ne si praktikës kemi edhe rastet të nxënësave që janë me sukses të pamjaftueshëm ose dopt, mirë po kanë sjellje shembullore. Domethënë, nuk është mbi ngarkesa një prej faktorëve që deri tash në praktik ka rezultuar që të jetë shkaktari apo faktor potencial në shkaktimin e dhunës nga të miturit. Sepse po e përmendi prap, kemi raste kur janë shembullor, kemi raste kur kanë sukses të shkëlqyeshëm në shkollë, nuk janë recidivist, nuk kanë shkel ligjin në të kaluarën, mirë po në një rast konkret kanë rënë dash me ligjin. Do të thonë, rastet janë specifike, edhe konsideroj që nuk kemi mundësi me i përgjithësu të gjitha rastet e dhunës, për atë arsye qendrat për punë sociale janë kompetente me i vlerësu faktor që kanë ndiku. Unë ndonjëherë mendoj, tash ata janë kompetent, por ne jena të lirë me shpreh mendimin. Faktori ekonomik, problemet familjare, do të thonë çfarë jena loti përmend, po nuk po hulumtohet kur problemi prej rrënjës. Edhe të shku drejt gjithëve. Rastet më të shpeshta kur fëmijët janë kryes të veprave penale, janë kur prindrit janë të divorcuar. Sa ka pas dhunë nëpër shkolla kur kemi qenë në nxënëse, kur nuk e pas mundësi me marrë një markë me vete,
sa të hermorka kanë gjenë edhe jo euro, e ja keni erën hamburgerit 3 kilometra largë s'ke pas mundësi me hangër. Tash, faktori ekonomik, ku është faktori ekonomik, kur asë një fëmi nuk del për shpis, pa marë parë me vete. Do me thonë tash në praktikë është diçka tjetër, po nënën tjetër në jetën e përditshme, na si prind, po i vrejmë, do me thonë, disa çështje që nuk po hulumtohen, edhe nuk është e pa mundur me u bo, po shihet që po ngarkohen fëmit, ndryshoje për sistemin. Unë nuk e di nëse përpilohet në tekst shkollor, edhe thirret një pedagog ose një psikolog me amor mendimin me thonë, që kjo mosh, 8 vjet, a ka kapacitet truni i fëmis, ose një neuropsikiatër, mu marë, a ka kapacitet një tru i fëmis 8 vjet, mi majt në men degët e ekonomisë edhe llojet e prodhimit. Diçka që mëson vit par fakultet studenti ekonomisë. Të na janë të marrume me qitë fëmijë për sistemet. Në librave ku ndëgju që marrin pjesë edhe gazetarët. Ku ndëgju që marrin pjesë edhe gazetarët. Nëse kishin edukim medial, okej në rregull. Ish dashur me marr pjesë psikolog gjithsesi, pedagog gjithsesi. Kush do tjetër po kur pa pas psikolog. Konsideroj që në shkolla mungon edukimi ligjor. Edukimi ligjor është shumë i rëndësishëm. Fëmia i moshës 14 vite e sipër, shumica prej tyre nuk e din që në momentin se kryj një vepër të kundërligjshme, cilat janë pasojat e saj. Qysh kam i trajtu ata fëmijë ligje? Do me thonë, absolutisht nuk janë të informuar. Çështja ligjore mësohet vetëm në edukata qytetare si përfaqësisht. Se cila shkollë përveç librave, se cila shkollë në se cilën klas i ka të vendosuna në letra A4, ndoshta edhe tjera, po A4 sigurt, të drejtat e nxënësve dhe përgjegjësitë e tyre. Në këtë konqasin nxënësat. Po derisa në praktik, këta që po bojnë probleme, s'pe kanë asnjë disfavor, ata ka të vendosi letra. Aja mbetet vetëm letër. Kështu që më kthy te problemet se gjithmonë po nisim. Çush mendon ti që kish mujt mos zgjedh për shembull si pedagoga që më dhoni mesazh tek krejt ata që nduna po. Çush mendon që kish mujt mos zgjedh ky problem? Çfarë mosa duhet më marr në nivel lokal po edhe qendror ndaj çtyne fëmijëve që po dinë me çim problematik edhe me pengu procesin mësimor e besa më i dëmtu edhe grupet e moshatarëve. Çka kish mujt na më bë? Fillimisht na kena pas raste kur janë marr masa ndaj tina, edhe nuk kanë shku masa dhe në fond për janë tërhjek. A lejohet përjashtime, se në aspektin ligjor, lejohet përjashtime nga shkolla. Sigurisht që lejohet në rast se nxënësi është të përmisu. A e kupton? Nëse është të përmisu, s'po shfaqet një atë sjellje agresive ose diçka tjetër, lejohet. Përjashtimi nxënësit nga shkolla. Përjashtimi nuk lejohet. E ka obligim me kry klasën prej të parës ditë natën e ki obligim me përfundu. Vetëm merë masa që largohet herën e parë 3 ditë, nëse ban prap një vepër tjetër. Ai shpërblehet realisht, kjo është problem, nuk ka ndeshkim. Shkon një javë në shtëpi, herën tjetër nëse ka pas prap të shkon një muj, po nuk këto masa nuk po quhen pesh. A është mendu ndonjëherë një jetë? Ta përfundoj gone. Shpesh unë personalisht ku marr masa ndaj fëmijëve, po jo masa rigoroze, po i kupton për shembull që këtë javë ka bo gjeste ju të mira, ka bo probleme, së është majtë ora për tina, i kom thonë, largone prej garave. Ku marrë vendim, largu prej garave, që ai ka pas shumë dëshirë me lujt, futbol për e zonë, edhe unë kom thonë që do të më largu prej garave, edhe tani kjo ka me pa që kur të penalizohet për qësaj gare, ku me ka një shambull një mësim e mirë për ta. Edhe këto është mungesa bashkëpunimit. Për shambull, ajo është fut nga gane, duhet më fuqizu trekançi didaktik, se na kredina me përmend trekançi didaktik. Pa do të më fuqizu. Në shkollë, prindi do të më ditë vendin e vet sikur prind, mësuesi si mësues. Duhet më ditë edhe nxënësi si nxënës. Problemet vijnë prej prindëve, pse? Prindi do të më çdo ditë me kanë shkollë nëse është e nevojshme. Jo marrë për mësuesin çka ka mësuar, çka ka bën. Jo, po kurdo që thirrësh ti me kanë atë. Mungesa e kontrollit prindëror është një prej rasteve më të shpeshta. A dini që fëmijët kanë deri 500 mungesa? Unë më kështu, nëse jo mungesa me shku në shtëpi, më preashtu e me shku në shtëpi, jo. Sikur ti shpas ligje që i ndalin rrugën prindit, e gjobitet me rrugë, unë më që ish rregullu që ke çështje. Tani fëmijët i kanë disa shtesa. Nëse prindis po mojka, ai kanë nalja çatu. Unë jam shumë e bindur që nëse fëmia arrin 200-300 mungesa që ka dhe më shumë, sigurt në shkollat tona, nëse ishin penalizu, ishin gjobite dhe ishin nalë qëto, sinqerisht kish pas shumë dikem të madhë.
A është mendu në herë e fëmijët që janë problematik me bashkëpunu me prind edhe shkolla, përgjegjësit e shkollës, edhe me ishti fëmijët me pastru shkollën. 4 nxënësa kanë bërë problem gjithë javë, kanë qenë më aktiv në problemet e tyre, gjokerin, fshisën edhe mirëmbajtësit e shkollës i kisha qitë në penzion për çato 4 ditë, ose veç i kishin monitoru. Në umri që kjo, a thua ishin rafshu, pse mësën pas drejt? është menu, po të drejt nuk i kina dha kur vetës drejt me thonë nxënësa bënë qëto. Pa ta japin vetës drejt me pengu komplet procesin. Pse mos më shpërblyej edhe vetën? Autoriteti i shkollave tona dhe mësuesave tonë është shumë poshtë, është turrë çdo ditë. Besojmë. Nëse mund të më ndëlidh gane me pyetjen tonë. E kom pas një mësimdhënës para pensionit. Ka qenë fort e prekshme, edhe më ka dhimbë shpirtnesh kur ka ardhur në zyrën tem, edhe gati s'ka qajt, ta ku vendos ta me duru. Me la punën me shku në shtëpi tha nuk moj se kam kredi, s'on e përballoj. Tha veç ku vendos ta për mos më dal nga gazeta edhe nëse mbin, tha unë kam me duru. A dhe sa eron është për një që ka punu që 40 vite shërben arsim, edhe më ardhë puna që edhe nëse i bin me duru se po dal nga gazeta, e me la punën nuk mundet sepse kam obligime. Sun morë rrjetet sociale. Ç'kjo është shkolla tona? A nëse i thu prindërve, nëse i thu flet me prindër që jena në çë gjendje, besom që bashkë hiç nuk e marrin për të vërtetë. Se i sun morë. Unë prandaj tham, kam një rast një mësimdhënës është shumë sos i mirë kur tha ai mëson edhe për jetë, jo vetëm në shkollë, po mëson edhe për jetë. Tha, pedagoge i kam thënë nxënësat shumë të mirë. Po mësojnë tha shumë, kanë respekt tha shumë për mu. Tha veç kur nuk jam para tyne, tha jam për shembull në pushim gjallëse të shkurt, tha mankohen tha klasa, tha që po bojnë zhurëm. Tha her pa kontroll tha bërtasin. Thash po normal. Pe orës 8 deri në orën 1, nuk guxojmë as me bërtit, as me lëviz, se janë në shkollës, rregullat e tjera. Momenti që shkojnë në shtëpi, ata janë derisa të flen janë në telefona, janë për telefona. Edhe ata janë të rrit, ata kanë, e kumë përmena më herët, ata kanë energji mrena vetes. Ajo energji vetëm akumulohet, ata kanë nevojë dikon me qitat energji. Ma herët fëmija kanë dalë, kanë lujtë, prandaj tham, puna në shtëpi është terapi. Fëmija nuk guxon me fillu ditën si të qohet më shku në shkollë, jo, si të zgjohet prej gjumit, ai ka më rregullu fillim me shtratin e vet. Mandej me vazhdu ditën, kthehet prej shkollës, nuk duhet me bë sikur të paralizu një fëmijë të shnosh. Aktivizoje, jepi detyrat shtëpisë. Edhe mëson për jetë, e përgatit për jetë, edhe bëhet një fëmijë më i shëndetshëm, i gatshëm me jetu edhe vet. Ai detyra në shkollë, detyra në shtëpi. Detyra në shtëpi, nuk janë në shkru. Ajo është aktiviteti fizik, është terapi për fëmijën. Të tregoj një diçka, po ta një rast, një nxënës i klasës 2, super inteligjent, po që nuk e deke shkollën. Thash pse po pritën mi bë detyra? Ai në shkollë private, prej 8 deri në 4. Tha si të qona shkojnë shkollë, tha desa t'ja nisë me morë gjumë jëmë në shkollë. Tha tasha edhe shpinë me bë shkolla. E vërtet. Do më thonë musë të ngarku. Po t'je pate fjallin për detyrat obligimet të mbranda shpisë. Detyrat e shpisë, detyrat tona, punë tona. Pse për shembull duhet goten që në pita ujë ose çka do, nana me largu. Na, a di qysh? Shpena dhe super nana që pjo shërbena shumë. Nanat që punojnë, për shkak të dhimbjes që s'po kanë kohë me kalu me fëmijët e tyne, për shkak të mungesës që s'janë me fëmijët e tyne, krejt senat jallojnë të gatshme, ushqimin gati, rrobat gati, gjithçka gati. Tash po dalim te një temë tjetër, a duhet me punu nana, as duhet me punu? Tash kjo është çështje tjetër, nuk po tham se punu. Po është e rëndësishme nëse vetëm një orë e ki në shtëpi, çat orë me bë cilësore. Me i la pak telefonat që ne janë të na shkatruar dita ditës. Me najt me fëmijët e tu, nëse s'po mujna një orë gjysmore, mjafton një nanë. Që kanë fund tjena. Një sekond. Fund tjena. Fal, çe. Mjafton një nanë me pyet fëmin e vet. Çu shkalove sot? Çu kalove ditën sot? Nuk mundem pa. Një nanë që është e angazhuar nuk besoj që i del ku me najt në telefon. As me kështu telefonin. Absolutisht. E nderuna, guxoj Harron me alshusit. Harron me alshusit me kohë telefonin në dorë. A mund të veç me ashtu çto? Kur jena për shkolla, vali as na lëmë. Na gratë, më falni, na gratë, na nanat. Jena shumë të fiksune mas perdeve që shpëdoken atje, mas kultuçeve që shpëdoken atje. Ato që punojnë nuk janë bashkësht fiksume. Edhe nuk po kem kohë për fëmijët e tonë. Fëmijët tonë, këtë fëmijët në jetë në botë që ekzistojnë, një herë kanë fëminin e tyne, një herë shijojnë këtë fëmini. Ata rritën nuk thënë kur mo. Prandaj krejt na nanat vujm. Krejt që ashtu dashur më thon Valentina, do të thonë lëni fëmijët në ta shpenzojnë energjinë të shtëpia se marrumna të shkolla. Nuk e shpenzojnë në jashtë, ta marr një shembull. Mi kursim se më një shembull të djetarit. Edhe pedagog në për shkolla. Krahasoni fëmijët që
gjithçka i servohet e gatshme. Me fëmijë që dinë detyra përgjithësie, punojnë, është mirë fëmijë me lanë dhe mërzu, edhe më ngrit, edhe me dështu. Pse? Krahasoni ta pemt ose dronet që i rrisim qytete. I u isim, ja hekim barin, i majmë mirë, gjithçka. Po, bane krahasimin me degët ose me pemet që rriten në male, që vetëm shiun e kanë, i durojnë erërat, i durojnë fortunat, mirë po ato i merë gjithkohën, qofë me ndërtu anije, qofë me ndërtu kulturë, që qka dush. Nërsa këto pemë që i kemi qytet, ose drojt që i kena nuk në shërben gati kur gjo. Pra ndaj është njëjtë edhe fëmija, fëmijëve do të mi dhonë detyra, do të mi dhonë angazhem, do të mi dhonë se ato atje kalit e ndihmon e pregadit për jetë. Nësa një fëmijë që ti thjesht jep gjithçka të gatshme, definitivisht na nanat jena tu i lën fëmijët shumë keq. Nëse ka mundësi me u lidh me Ganën në pyetjen e drejtuar Valentinës se a ka mundësi si mos disiplinore ose si tërheqje vërejtjes ndaj fëmijëve që bojnë probleme në shkollë, një grup i tyre me marr përsipër me pastru shkollën. Nuk e di çu është rregulluar brenda shkollave, përderisa nuk jam brenda atij sistemit. Mirë po në aspektin ligjor, brenda gjykatave, është një ndër dënimet e veçanta që parashihet për personin e mitur që ka kryer vepër penale, e që është më i butë se sa dënimi me burgim, sepse dënimet mundën më shqiptu vetëm të miturve prej moshës 16 deri 18 dhe asnjëherë prej moshës 14 deri 16. Pra kësaj kategorie mundet si dënim i veçantë me ju shqiptu urdhri për punën dobi të përgjithshme. Thjesht i mituri detyrohet që në punë të caktuar, për kohë të caktuar, në organizatë të caktuar, organizatën, llojin e punës e cakton qendra për punë sociale konform ose në përputhje me aftësitë fizike dhe mendore të tij, ndërsa gjykata e cakton në bazë të rrethana të tjera kozgjatjen e punës në dobi të përgjithshme pa pagesë. Unë konsideroj që veç 3-14 fëmijë, një muj ditë, mu bo që kjo praktik, tjertë kanë me u rafshu. Sigurisht i zhvashme me nashajnë, po një 20% ishtë da. Sepse nëse një prind vjen të pse ke shti fëmin te me punu, ti bashkë me dhonë logariq atë. Nëse ti ki bashkëpunim mirë dhe arrin me bindë prindin, po veç kjo këshilli i prindve duhet me marrë aprovimin ose me qef, ose nuk po thë me zorë, në për mbledhjet prindve. Mu aktivizu në të mirë të fëmive tonë, se për ndryshe... mbledhjet të prindërve, na kena gjithmonë është fëmijët që nuk bojnë probleme, janë të mirë, janë shëmbullor, prindërit e tyre vinë gjithmonë. Na kemë probleme me prindërit e fëmijëve problematik, sepse ata nuk na vinë asnjëherë. Do të mi shku të shtëpia me. Unë kom pas vetë rast personal kom shku të shtëpia disa herë. Edhe herën e fundit, aq keq na ka pritur që kom thonë më kur nuk më ardh. Aq keq na ka pritur që nuk disha apo duhen më përla, apo duhen më bë me tjerë. Na do të me shku të shtëpia me ndjek ata, se ata nuk interesojnë bashkë. Në raste të tilla fëmijën do të më lanë të shtëpia derisa ai të çel sytë 10 vjet të shkolla. Çika jena në fund. Unë ju falenderoj të dyjave, e falenderoj edhe veten. Nëse ju kam me diçka pa thonë, pe di që valja ka vetëm mos e falenderoj, falenderojnë ana. Kjo është një temë që kemi atë shumë me fol, nuk po mundemi ndoshta brenda një emisioni. Kismet, kjo është një temë shumë e gjatë. Kjo është një temë shumë e gjanë, është temë në vete dhe është e pamundur me fol ndoshta për këtë detaje të rëndësishme brenda një emisioni të shkurt, po sidoqoftë, unë gjithë tham, janë fëmija, është shkolla, është puna e krejt neve. Prandaj është rëndësishme që prindi me ditë detyrën e vet si prind. Edhe përkundër faktit që na ka met shumë çka pa u thënë, megjithatë koha na kaloi e po shpresojmë në sa më pak probleme në shkollat tona, po shpresojmë në sa më shumë vigjilencë edhe për anës stafit profesional që punojnë në shkollë, sa më shumë urtësi për fëmijëve e sa më shumë durim për prindve. Edhe bashkëpunim. Edhe bashkëpunim. Mirëmbëjtje.